Vuani nga diabeti. Hani këto ushqime. Diabeti është një sëmundje kronike ku niveli sheqerit në gjak rritet. Përveç terapisë me ilaçe, një dietë diabetike rekomandohet nga mjekët dhe nutricionistët. Por çfarë përmban ajo? Cilat janë ushqimet e rekomanduara dhe ato që duhet të shmangen? Në përgjithësi, dieta më e mirë për të ndjekur në rastin e diabetit është zgjedhja e disa ushqimeve bimore që mund të rregullojnë nivelet e sheqerit në trup, të shoqëruara kështu me aktivitet fizik gjithmonë i rëndësishëm dhe kujdesin e duhur për veten tuaj. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj nëse vuani nga diabeti mund të përfshini arrat, çajrat, patatet e ëmbla, vajin e ullirit, tërshërën, kanellën, shparaguj, çokoladata e zezë, spinaqin, hudhrën, mollën, farat e linit, kosi i thjeshtë i përgatitur vetë në shtëpi, avokado, kale, brokoli, fasule, manafera, peshk dhe fara. Konsultoni me mjekun për të bërë një dietë të specializuar enkas për ju.